Të në gjatë, mi mbrama. Mi mbrama. Ma shpjega më rinderuar, si është mundur një parti fituse me 28 deputet që dolin zgjedhjet e nënshkurtit. Dhe na thot pas sa muajsh, se vendi nuk ka alternativ tjetër, veç se të shkoj në zgjedhje të jashtëzakonshme, të parakoshme parlamentare. Si është mundur ndodh kjo? Sheni shpjegim ju, çfarë do të thoni njerëzve, Rustemaj? A përfundoj pyetja se e kam pak të vështirë duke mos qenë në studio. Po, urdhra. Por e kam të qartë, domethënë, e habitshme në brenda një vlerësimi, le të themi, konstruktiv, por e shpjegueshme nga pozicionet politike të partive opozitare. Domethënë me 48 deputet, gjithë dim që nuk bëhet dot qeveria, domethënë kërkohen minimalisht 61 deputet. Ne si nuk i kemi arritur as me deputetët e komunitetit jo shumicë ose për shkak të refuzimit të paktën 2 partive politike me të cilat kemi synuar partneritet, i kemi ftuar, i kemi ofruar bashkëpunim. Prandaj domethënë kjo shpjegohet dhe do t'ja themi edhe qytetarëve dhe besoj se s'kemi pse t'ja themi sepse ata i kanë përcjellur gjitha këto zhvillime politike. Ma thuaj të vërtetë, Rustemaj. Do t'ju themi që në përpjekjen tonë për të krijuar qeverinë, kemi ftuar Lidhjen Demokratike të Kosovës, kemi qenë të interesuar që bashkë me LDK dhe me nismë të krijojnë një shumicë parlamentare, madje me 2/3 të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, për të qeverisur në mandatin e plot 4 vjeçor dhe për të tejkaluar edhe sfidat të cilat na presin, siç është zgjedhja e presidentit ose presidentes së Republikës në mars apo në prill të vitit tashëm, por edhe një shumicë për të kaluar marrëveshjet ndërkombëtare, shumë prej cilave presin për të ratifikuar nga Kuvendi. Okej, Rustemaj, vetëm pak i partive politike për të bllokuar lëvizjen vendosje për të krijuar qeverinë kurti 3. Me qemi direkt më shkurt përgjigjet urdhro se po duhet sinqert. Si është e mundur, çfarë do të thuash nesër votuesve tuaj? Nëse vendi shkon dhjetor në zgjedhje të parakoshme ose të jashtëzakonshme për parlamentin, si është e mundur një deputet i një partie fituese me 42% të mos mund ta kapitalizoj politikisht këtë rezultat për t'i dhënë vendit institucione, Rustemaj. Vetëm pak, Rustemaj. Apo thuash pas zotësi apo çfarë? Patjetër. Po thuaje se nuk du ta kualifikoj. Domethënë ne nuk e detyrojmë dot as një parti politike, as në LDK, sado që jemi përpjekur për ta shkëputur nga PDK dhe për ta përfshirë në koalicion. Ne nuk e detyrojmë dot, domethënë. Do të themi që ata të vërtetë politike siç po themi për ditë. Ne kemi qenë të interesuar për të pasur qeveri, për të shpëtuar zgjedhjet e parakoshme. Kemi qenë për zgjedhje nga dita parë, as më tepër se në vitin e ardhshëm në praverën e hershme, domethënë kemi pasur gjasat për të pasur zgjedhje të parakoshme për shkak të mungesës së një shumice le të themi projektuese për ta zgjedhur presidentin e Republikës. Do të thënë, është pozicioni i partive politike opozitare për ta bllokuar vetëvendosjen për mos të krijuar qeveri. Tash, pse refuzohet vetëvendosja? Kjo është një çështje tjetër, dhe pasi me kënaqësi do të vijë në studio për ta diskutuar, sepse është e shpjegueshme edhe pse refuzohet. Shkurt Rustemaj. Pa precedent, sidomos qendrimi i LDK-s, i cili si parti e tretë bashkangjitet me partinë e parë për të krijuar shumicën dhe për të krijuar qeverinë, bashkangjitet me të dytën. Rustemaj, vetëm pak, Rustemaj. Dërgo, a është duke na dëgjuar apo jo? O Rustemaj, mos u sillni si humbës. Rustemaj, se nuk e di, a je duke na dëgjuar se po tentojmë të ndërhyjmë. Shembull, nuk i keni provuar gjitha mundësitë. Sot e kishit arritur një marrëveshje me PDK-n në Dragash, shembull, ndërkohë që në qendër i thoni jo Partisë Demokratike të Kosovës. Pse s'po e merrni shembullin nga poshtë lart që eventualisht ta gjeni një lloj zhbllokimi të situatës, Rustemaj? Po sepse nuk janë as kontekstet as personat të njëjtë, mbase do ta pyes Filizin atje në Sharr se cili është raporti. Rustemaj e fundit. Për te kësaj, zoti Sadiku, domethënë, ne kemi vlerësuar që qeverisja më e mirë, në raport edhe me zotimet tona, me orientimet programore, me pritjet politike të votuesve tonë